A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Allahun xhalla shanu falendrojm, salavatet, selamet, përshëndetjet tona dërgoj Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Xhamat e pranishëm dhe shumë të respektuar, do të jem shumë i shkurt, edhe pse çdo ditë do të jem i shkurt, po e zgatni ka pak. Po tash sonte është edhe fundi, dhe bëjmë sabër, inshallah Allahu na shpërblen për këto të mira. Do të mundona një 3 porosit shkurta, t'i them, po ato janë për mua dhe për ju. Porosia e parë është Hafez Ubebi e lexoi nga disa ajete nga sura Al-Baqara, në ajetin në rekatin e 4, në të në rekatin e 2 të këti, e lexoj një ajet ku thotë Allahu xhalla shanuhu: "Wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu 'inda Allah, inna Allaha bima ta'maluna basir." Nuk e di cili ajet është, por është në surat Al-Baqara. Allahu xhalla shanuhu këtu neve na tregon një send, një gjë, një rregull në jetën tonë. Çdo punë njeriu të cilën e bën këtë botë do ta gjen te Allahu xhalla shanu. Çdo vepër, çdo amel, çdo send çka e bën njeriu në këtë botë, tajiduhu inda Allah, keni me gjetë Allahu xhalla shanu. Agjërimin të cilën e keni bën, namazin të cilën e keni fal, namazet të cilët e keni fal, rukut të cilët i keni bën, sejdët të cilët i keni bën, lotët të cilët dikush në thonë nga sytë e ti kanë rrjedhë dhe lot, qatë loti i cili ka piku, qatë lexim Kur'anin të cilën e ki bën, qatë ndim që ja ki ofru njerëzive, qatë shërbim që ja ki bo xhamis, qatë gajle që ja ki hek vllaut tanë, qatë sadaka që e ki dhonë ti, që e ki gëzu një jetim, e një fukara, e një miskin, tajiduhu inda Allah, kini me gjetë Allahu xhalla shanu. Mos mendoni se do t'ju shkon bosh ki mundi juve. Këtë mund që ka e kini dhonë mrenda 29 netëve, apo 29 ditëve. Këtë agjërim që ka e kini bon. Nuk ishte agjërimi neve me na lodhë. Nuk erdhe Ramazani neve me na lodhë. Ramazani erdhe neve me na bo tërbije. Ramazani erdhe neve me na falë mëkatët. Ky agjërim ka ardhë për me na ndërmjetësu ditën e kiametit. Këtë lexim të Kur'anit që ka e keni bon këtë muajin e bekuar të Ramazanit, do të ndërmjetëson ditën e kiametit. Këtë sadaka që ka e keni dhënë do të jetë dëshmi për ty ditën e kiametit. Andaj, çdo vepër të cilën e keni bën këtë muaj në Ramazanit, mendoni nëse nuk ta din filani apo alani, se na herën nuk mujna apo me i thonë dikujna faleminderit për shërbimin që na ka bën. Ama Allahu xhalla shanu këtë punë nuk e harron. Majini mend. Çdo gjë që njeriu e bën këtë botë, tajiduhu inda Allah, wa ma tuqaddimu li anfusikum min khair. Çdo punë të mirë që ja ofroni vetes juaj, çka e bani ju me sinqeritet, tajiduhu inda Allah, keni me gjetë Allahu xhalla shanu. E Allahu xhalla shanu është informuar për çdo punë hollësisht. Ndoshta ne nuk e shohim, ndoshta këshilli i xhamis nuk e sheh, ndoshta imami nuk e sheh, ndoshta muezini nuk e sheh, ama atë që e keni bo për xhami, keni me gjetë Allahu xhalla shanu. Atë që e keni bo mes jush dhe Zotit, keni me gjetë Allahu ditën e kiametit. Edhe në rekatin e 3 që e kënoj edhe hoxha, Hafezi wa bashir alladhina amanu wa amilu salihati, përgëzoj ata të cilët punuan, besuan Allahun dhe punuan punë të mira, sepse për to është xheneti Allahu ditën e kiametit. Kjo është porosia për mua dhe për ju, që atë punë të cilën i keni bën këtë muaj në Ramazanit, nuk është kot, nuk është lodhje, nuk është humbje,
Vëllai s'ma diti filani, s'ma diti alani, unë e bona po s'm këshiri kërkush e bona a nuk e bona. Jo. Nëse one filani, alani nuk e kam pa punën tënde, ta dini se Allahu xhalleshanu i ka pa punë të juve. Allah i ka pa dhe Allahu inna Allah bima ta'malun basir. Për çdo punë hollësisht është informuar Allahu xhalleshanu, sepse i kemi me laçet me veti, e çdo fjalë, e çdo punë çka ne e bëjmë, wa ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. Çdo punë, çdo fjalë çka e hedhim ne, çka e nxjerrim nga goja jon, i kemi me laçet të cilët i regjistrojnë edhe do të na prezanton ditën e Kiametit. Do të kemi dëshmitar të ditën e Kiametit. Për këtë çka kjo është porosia e parë. Çka njeriu këtë obligim çka e ka bën këtë muaj në Ramazanit, mos mendon se vallahi bo lodha, po pse agjerova, pse lexova Kur'an, pse dash sadaka, pse shkova në xhami me i ndihmu e atë këtë mundet me të shejtani, por thuaj te gjiduhu inda Allah. Kini me gjetë Allahu xhalleshanu. E dyta, porosia e dytë. Kur Allahu xhalleshanu apo para se të shkojmë te Allahu, kur njeriu ndonjë ta bën një punë të mirë. Cigarettësit sidomos e kanë këtë cilësi, këtë cilësi të mirë. Jep një cigare, o Allah e xhennet, se është në zorë, është në të një lip trupi. Allah, në të në bën dua, o Allah e shpërbleft. Ta jep dikush një kafe, o Allah e shpërbleft. Ta jep dikush një çaj, o Allah e shpërbleft. Shkon në restoran, ta kanë nxjerrë sallatën pa krep, pa zetin e pa ufëll, o Allah e shpërbleft. Shkon dikun, se kemi hestash në për restorana, qitë salate kemi hangër. Edhe prapë në fond i ke thonë faleminderit. Po Zoti që ta ka dhënë mundësin që me kalu këtë muaj në Ramazanit. Dje folëm që Allahu xhalleshanu për surët el-Fath, idha jaa nasrullahi el-Fath, që Allahu xhalleshanu jam mundsoj pejgamberit ta shliron Mekën, jam mundsoj pejgamberit alayhis salam që njerëzit vinë ta pranojnë Islamin, edhe çka i than fund? Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Qohu o Muhammed, qohu madhroja Allahun, falendroja Allahun. Andaj kjo është porosia e dytë që duhet ne mas punëve të mira që Allahu neve na ka mundsu, që ta agjerojmë këtë muajin e bekuar të Ramazanit, që është sonte nata 29, me lejen e Allahu xhalleshanu, që deri sot që na ka lënë Allahu gjallë, e ne duhet ta falendrojmë Allahun për këto të mira. Kur ti mundohesh me falendru insanin i cili ta bën një punë të mirë, e çka meriton Zoti i cili neve na ka dhënë një jetë, na ka dhënë shëndet, na ka dhënë kuvet, na ka dhënë natën këtë mirat që Allahu neve na ka dhënë që me hin Ramazan, me dal nga ky Ramazani, e shpresojmë që Allahu me na fal gjunat mëkatet. E kjo është një çfarë shanse që ti të pendohesh, që ti kthehesh te Allahu, ti dush me falendru Allahun, mi thonë elhamdulillah o Allah, që ti mi ke mundsu këto të mirat që unë ta kaloj muajin e Ramazanit. Edhe duhet falendrim, pasi njeriu e falendron Allahun, duhet i falendron edhe njerëzit të cilët janë konë shkak për agjërimin tanë. Fillon nga nana jote, fillon nga gruaja jote, fillon nga vajza jote, nga motra jote, të cilët edhe ata kanë agjëruar si ju. Edhe ata janë mundu me lexu Kur'an si ju. Edhe ata kanë fal namaz si ju, po megjithatë e kanë pas një obligim çka unë edhe ti, se kemi pas e ata janë mundu me ta buat iftarin. E ti kur po shkon në restoran si e cekë edhe ma herët, ta kanë nxjerrë sallatën pa krep, e pa vaj, e pa ufull, i thu faleminderit se shkon te kaca e pagun 10 euro, 15 euro, po 20 euro. Atë që e ki të shtëpia ndoshta gjojmë behane. Për këtë shkak sot duhesh ti ta falendrojsh fillimisht shkosh te nana jote, ta putish mballë dhe ti thush ata që i kanë gjallë. Ju që i keni gjallë, meritojnë shumë ma shumë. Se kanë punu jetën e vete kanë argju për ju, për e vladin e vetë.
Andaj, muslimanin fund, këtë ditë, këtë natë të bekuar, duhet të shkon të falendron, ta qafe, ta puthe mbal, edhe të thoje Allah shpërblet për këto iftara, për këto sifira. Edhe grës tënde, mos haro, se edhe ja kon shkak sebeb për iftarin tanë, për sifirin tanë, që e kanë marrë se vapin edhe agjërimin tanë, sepse janë mundu para iftarit ata 1 saat, 2 saat, 3 saat, me ta bo iftarin, e në sifir mu që para ty, e me ta bo gati, e ti me shku më hongër në sofër, të me pas të gatshëm, po edhe motrën, edhe jo motra jote, edhe ajo vajza jote, andaj duhet ne t'i falendrojmë ata, për shkak se edhe ata janë konë sebeb për punë të cilët i keni bërë në këtë muaj në bekuar të Ramazanit. Edhe e treta porosia e tretë është duhet në fund njeriu pasi Allahu ja mundson t'i bën veprat e mira, çka duhet, çka kërkon Allahu prej nesh, duhet të kërkon Allahu që ne të bëjmë istikfar, të kërkojmë falje për këto mangësi të cilët i kemi pas këtë muaj në bekuar të Ramazanit. Sepse ka mundësi diçka na ka hik. Se kemi bo si duhet, s'kemi agjëru si duhet, e kemi përli agjërimin, duke këshir, apo duke fol, do një lavë që su ka dasht, apo ke sha, apo je nervozu, edhe apo gjatë namazeve ndoshta s'ke qenë i rregullt me namazet me xhamat, s'ke qenë i rregull me veprat të cilët u ka dasht në Ramazan, e në fund Allahu neve na kërkon që ne të bëjmë istikfar, me thonë Allah, o Allah, më fal mua për këto mangësi të cilët i ban njeriu në këtë muaj në bekuar të Ramazanit. Sikur se e ceka dhe dje se njeriu kur e fal namazin me njerë i thua Allahut, astaghfirullah, o Allah, kërkoj falje. Pse se për ta plotësuar mangësinë të cilën e ban. E ne pa dyshim se ky Ramazan jena mundu me i bo veprat ashtu sikur se na ka porosit Allahu dhe pejgamberi e sa. Megjithatë, njeriu ka mundësi me pas mangësi. E kjo është porosia e tretë që ne në këto ditë, masi ta sos me këtë ditë të bekuar të Ramazanit, duhet me vazhdu me kërku falje, sikur se i tha Allahu xhelleshanu pejgamberit alayhi salatu wassalam, wastaghfir, kërko falje o Muhammed për këto të mira që Allah ti ka mundsu, ti bash një jetën tënde, innehu kana tawwaba, se me të vërtet Allahu xhelleshanu është falës i madh, i pranon faljet. Për çdo gabim çka ne e bëjmë, e kemi bërë me dije apo pa dije, në fund të Ramazanit ulemat thënë që duhet ne me kërku falje për mangësitë të cilët i kemi bërë gjatë këtij muaji të bekuar Ramazanit. Edhe një herë lutim Allahun xhelleshanu që Allahu këto ditët, këtë agjërim, këtë namaz, këtë sadaka, këtë lexim të Kuranit të cilën e kemi bërë, Allahu kabul dhe makbul të na bën. Për çdo mangësi të cilën e kemi pas eventualisht, pa dyshim se ka qenë nga ne edhe nga shejtani. Po nëse ja kemi çullu është prej Allahu xhelleshanu, po nëse kemi gabuar është prej nesh edhe prej shejtanit. Kërkojmë që ju neve të na bëni Allah në emër të imamllarëve, hafizlerëve. Do thonë kërkojmë fund, pasi është kjo edhe nata e fundit, po nuk është edhe namazi i fundit. Kjo është nata e fundit për Ramazanin, po namazi jetë edhe mas Ramazanit, namazi natës është edhe mas Ramazanit, po bashkarisht të cilën jemi mundu që këto 10 natët apo 9 natët ta kalojmë, kërkojmë falje për mangësit, për dobësit, për harresën. Zoti ju shpërbleft, e Zoti vua pa guft, te gjiduhu inda Allah, kini me gjitë pa dyshim, ta Allahu subhanahu wa ta'ala, wa akhi dawan alhamdulillahi rabbil alamin.